Përshëndetje të gjithëve. Atëherë mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do flasim në lidhje me fundjavën, si do jetë kjo fundjavë për të gjithë ju. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, por dhe videot e muajit, por dhe me tema të ndryshme që postohen në këtë kanal. Dhe ftoj të gjithë dëgjuesit e këtij kanali që nuk kanë bërë ende abonimin në këtë kanal, të shtypin butonin subscribe. Dhe do fillojmë pa humbur kohë se si do jetë kjo javë për të gjithë ju, dhe unë mora kartën e diellit, sepse është një kartë që përfaqëson ditën e diel. Dielli tregon shkëlqim, tregon sharm për gjithë ju, lumturi, gëzim, hare, dhe shpresoj që të gjithë ju të ndiheni kështu gjatë kësaj fundjave. Dhe unë mendova të marr një mesazh për ju, kam një mesazh të veçantë dhe kemi këtë mesazh dhe ju thot: ju mund të jeni të ndjerë ose jeni ndjerë të izoluar, të refuzuar, të pavlerësuar ose të keq kuptuar. Por sot e kuptoni se nuk jeni vetëm. Është një ëngjëll i dashur që ecën pranë jush. Atëherë, ky ishte mesazhi në lidhje me gjithë ju. Dhe unë do vazhdoj të shoh se si do jetë fundjava për ju. Dhe këtu ka lidhje me gjitha situatat që ju jeni ndjerë, të izoluar, të refuzuar, të pavlerësuar. Dhe këtu flasim në lidhje me njofjet, me lidhjet me marrëdhëniet tuaja, në punën tuaj nga ana ekonomike, por dhe çfarë do lloj situate që ju mund të keni pasur. E rëndësishme është që ju keni ëngjëllin tuaj mbrojtës që ju mbështet gjatë rrugës tuaj. Dhe shohim energjinë që do na vi. Dhe unë zora 3 letra, kemi energjinë e shenjës së demit, gjithsesi energjitë nuk kanë rëndësi, sepse shoh që bëni pyetje herë mbas here, unë thjesht i theksoj sepse ato vinë më fuqishëm gjatë leximit. Kemi energjitë shenjës së Virgjëreshës, energjia e shenjës së Akrepit, energjia e shenjës së Luanit dhe energjitë shenjave të ujit. Gjithsesi, për gjithë ju, në lidhje me njofjet, ju mund të keni një takim gjatë kësaj fundjave në lidhje me këtë person. Fati do t'ju ndihmoj për ta çuar para këtë dashuri. Ndërsa një pjesë tjetër do keni një njofje. Ju shoh me shumë emocione, ndoshta do takoni këtë person dhe fati do t'ja usjelli këtë person para, dhe shoh që do jetë një njofje shumë e bukur, një njofje ku ju do ndiheni mirë me njëri tjetrin. Në lidhje me marrëdhëniet tuaja, dhe aty ju do jeni më të konsoliduar dhe fati do t'ju ndihmoj për fillime të reja emocionale, që ju të ndjeni mirë nga ana emocionale. Në lidhje me punën, ju do keni kontrata të rëndësishme dhe fati do bëj që ju t'i çoni gjërat para. Mund të keni një punë që ju dëshironi ta filloni gjatë kësaj periudhe. Në rastin tjetër, mund të jetë një partneritet, një bashkëpunim, një kontratë që mund të bëni dhe ju do t'i çoni gjërat para, sepse fatin do ta keni me vete. Dhe ju shoh me lajme të mira, por ndërkohë një çlirim shpirtëror nga situata të vështira që ju mund të keni kaluar deri në këto momente. Dhe unë do shoh se çfarë do na sjelli energjia e shenjës së demit. Ku kemi kryepriftin, do jeni të mbështetur nga energji më të larta. Dhe dolën 3 letra, më duhet t'i lexoj. Shoh që kemi energjitë shenjave të zjarit. Për gjithë ata që mund të kenë të bëjnë me këto shenja, ose ju mund të keni ascendenten ose hënën në këto shenja. Gjithsesi, këtu vlen për gjitha shenjat. Ju shoh që nuk e ndiheni shumë të lodhur, keni mbajtur një peshë të madhe në shpinën tuaj. Në lidhje me njofjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Dhe ka ardhur koha që ju të çliroheni nga këto situata, sepse jemi te 9 dhe te 10.
e shkopinjve, ju do t'i lini mbrapa situatat e vështira që keni kaluar. Dhe jo vetëm në dashuri, por në lidhje me punën tuaj nga ana ekonomike, më falni, por dhe në situata të ndryshme që ju mund të keni qenë. Sepse ju tham do jeni të mbështetur nga angjëlli juaj mbrojtës, por dhe nga energji më të larta. Mund të keni kaluar shumë probleme, shumë vështirësi, por ka ardhur momenti që ju të jepni fund dhe të çliroheni. Por ndërkohë, ju shoh që ju do shikoni gjërat që ju rrethojnë në lidhje me gjithçka. Dhe do jeni duke bërë plane afatgjata dhe duke menduar ndoshta duke ndryshuar dhe këndvështrim. Në qoftë se deri tani i keni parë gjëra ndryshe, këtej dhe në vazhdim, ju do keni një këndvështrim tjetër lidhur me njofjet, lidhjet ose marrëdhëniet në një rast, ose në rastin tjetër me punën tuaj, me kontrata të ndryshme, me partneritete, ose edhe në situata tjera. Dikush prej jush mund të jetë në pritje të një përgjigjeje. Ju do të jepni fund diçkaje që ju ka lodhur dhe mund të prisni një përgjigje nga distanca. Mund të jetë një person që ju dëshironi të futeni në një njofje, në një rast. Në rastin tjetër mund të jetë një punë për të larguar jashtë shtetit, mund të jetë një vend pune për të larguar nga një punë që ju ka lodhur dhe ndoshta të ardhurat s'kan qenë të mira, në një vend pune tjetër, ndoshta në një qytet tjetër ose diçka tjetër. Gjithsesi kjo ka lidhje, edhe ju mund të prisni përgjigje nga më të ndryshmet, për një trajnim, për një kurs, për studime, për largime jashtë shtetit, për dokumenta të ndryshme. Gjithsesi unë ju shoh të mbështetur nga energji më të larta. Ju çliroheni nga situatat e vështira. Dhe shohim fati do t'ju ndihmoj dhe kemi energji të shenjave të ujit, përsëri të ujit. Ju shoh që fati do t'ju ndihmoj në lidhje me një dashuri. Ju jeni duke ndëruar rreth një personi, dhe këtu flasim për pjesën e beqarve, në një rast. Në rastin tjetër, fati do t'ju ndihmoj në lidhje me gjërat që ju doni të çoni para. Dhe këtu flasim në lidhje me njofjet, lidhjet ose marrëdhëniet. Është një person që është i dashuruar, ka ndjenja, ka emocione në lidhje me ju. Ndërkohë, ju shoh që jeni duke ndëruar, mund të keni dhe shumë opsione gjatë kësaj periudhe, por ju jeni të fokusuar te një person. Dhe fati ju ndihmon që ju t'i çoni gjërat para me këtë person. Ndërsa në lidhje me situata të ndryshme, me punën nga ana ekonomike, por edhe në situata studimesh ose dokumentash të ndryshme, me fëmijët tuaj, me shtëpinë tuaj, ju shoh me lajme të mira. Dhe do t'i çoni gjërat para gjatë kësaj periudhe, por ndërkohë do jeni dhe pak të futur me ëndrave dhe iluzioneve. Dhe vazhdojmë, përsëri kemi energji të shenjave të ujit, disa prej jush do kenë fillime të reja. Dhe kemi energji të shenjave të tokës, energji të shenjave të ajrit. Ju shoh për gjithë ata që do kenë fillime të reja gjatë kësaj periudhe, ju do lini mbrapa vështirësit. Ndoshta vështirësit mund të kenë lidhje me një refuzim, me një nuk e di, me vështirësi të ndryshme në njofjet ose lidhjet, ku ju keni kërkuar një fillim të ri ose kërkoni një fillim të ri që t'ju japi një lloj stabiliteti. Të futeni në një njofje ku ju të krijoni stabilitet me këtë person, ose të krijoni stabilitet në marrëdhëniet tuaja, në lidhjet që keni. Dhe të lini mbrapa të gjitha vështirësitë që ju janë krijuar deri në këto momente, për t'i dhënë një drejtim më të qetë dhe më të mirë situatave. Në lidhje me personat që do futen në një njofje të re, ju shoh që ju mund të keni qenë në njofje, lidhje të mëparshme që lini mbrapa dhe mund të shkoni diku në një vend të qetë gjatë kësaj fundjave, një pjesë prej jush ndoshta me një person ku ju mund ta njihni. Pjesa tjetër ndoshta në njofjet, lidhjet që jeni, mund të kaloni dhe një fundjavë të qetë. Dhe ju shoh më të stabilizuar. Për një pjesë tjetër shoh që ju do merrni disa para, do lini vështirësitë mbrapa, disa të tjerë mund të mendoni për blerjen e një shtëpie dhe do merrni një lajm të mirë, dhe shoh që ju keni kaluar shumë vështirësi edhe në lidhje me këtë, ose në lidhje me një zhvendosje që doni të bëni.
Dhe kur themi zhvendosje, mund të jetë zhvendosje nga një shtëpi në një shtëpi tjetër. Mund të jetë një zhvendosje nga një qytet në qytetin tjetër, ku ju ndryshoni shtëpinë, ose nga një shtet në shtetin tjetër. Por ju shoh që keni kaluar vështirësi dhe shumë vështirësi ju shoh, por ju do t'i lini mbrapa këto. Do të merrni një drejtim më të qetë në lidhje me gjithçka. Dhe shohim edhe diçka tjetër, si do përfundoj kjo javë në lidhje me ju. Erdhi një energji e bukur, por ju shoh disa prej jush mund të jeni ndjerë të pavlerësuar, mund të jeni të pakënaqur në një njohje, në një lidhje, në një marrëdhënie. Ndoshta ju keni dhënë shumë në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, por ju shoh që jeni ndjerë të pavlerësuar, të pakënaqur. Dhe kjo po të vëshre, ka lidhje dhe me mesazhin që doli këtu, ku ju jeni ndjerë, më falni e bura këtu, ku ju jeni ndjerë të refuzuar, të pakënaqur, të pavlerësuar. Dhe këtu flasim në lidhje me çfarë do lloj situate që ju mund të keni pasur, jo vetëm në lidhje me dashurinë. Këtu konkretisht flitet në lidhje me një marrëdhënie, me një njohje ose një lidhje që keni pasur. Dhe ju shoh që kemi kartën e botës, ju do të jepni fund, do mbyllni një cikël të vështirë dhe çelësi është në dorën tuaj për të hapur një derë të re ose për të ndryshuar diçka në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Në rastin tjetër, ju keni dashur të hyni në një, ose do dëshironi gjatë kësaj fundjave të hyni në një partneritet, ose ju jeni në një partneritet, në një bashkëpunim, në një punë ku bashkëpunoni me kolegët tuaj, dhe kjo ju ka lënë të pakënaqur, sepse ndoshta ju punoni më shumë se të tjerët, jepni më shumë se të tjerët te ky vend pune, dhe ka ardhur momenti që ju ta mbyllni këtë cikël të vështirë që ju ka vështirësuar jetën deri në këto momente. Dhe këtu flasim dhe në lidhje me situata dokumentash, në lidhje me shëndetin tuaj, në lidhje me studimet të ndryshme, në lidhje me fëmijët, me shtëpinë tuaj. Ju mund t'i merrni situatat si i keni. E rëndësishme është që ju mbyllni një cikël të vështirë për të filluar një cikël të ri. Dhe po të vëshre, të gjitha te pjesa më e madhe e letrave tregon që ju keni kaluar shumë vështirësi, keni kaluar lodhje të jashtëzakonshme. Ndoshta dhe psikologjike për një pjesë tjetër, sepse i shoh që ju do largoheni për të marrë një drejtim më të qetë, për të qetësuar veten tuaj. Por dhe në lidhje me punën, me partneritete, me kontrata, me bashkëpunime të ndryshme, sepse ju keni dhënë shumë, por keni marrë pak. Në lidhje me çfarë do lloj situate. Dhe ju do ta mbyllni gjatë kësaj fundjave këtë cikël të vështirë. Për të filluar një cikël të ri të lumtur. Dhe kur themi një cikël të ri të lumtur, nuk do filloj nga sot nesër, por e rëndësishme është që ju do filloni të hidhni hapa para për të ndryshuar situatat tuaja në çfarë do lloj situatash që mund të jeni. Dhe do marrim dhe një mesazh nga angjëllit tjetër se çfarë ju thot. Doli vetë mesazhi dhe është numri 12, që kemi edhe hënën e plot në datën 12. Dhe ju thot është karta e botës përsëri, po të vëmre, leximi mbyllet me kartën e botës dhe mesazhi nga angjëllit është me kartën e botës. Po të vëmre, këtu kemi karmën, kemi një lloj karme. Në qoftë se ju keni kaluar vështirësi deri në këto momente, atëherë ka qenë një lloj karme. Gjërat duhet të ndodhin. Të gjitha këto vështirësi duhet i kalonin për të mbyllur këtë cikël dhe për të filluar një cikël të ri ku ju të ndryshoni gjërat ose të ndryshoni formën, metodat, si në lidhje me njohjet, me lidhjet, me marrëdhëniet tuaja, por edhe me punën tuaj, nga ana ekonomike, në lidhje me studimet tuaja, ju mund t'i merrni situatat ashtu si i keni. Dhe ju thot, ju keni bërë një punë të mirë, pavarësisht se ju keni kaluar vështirësi, por është një punë për t'u vlerësuar. Gëzimi do jetë rreth jush, thot. Gjithçka rreth jush do shkëlqej. Dhe është një mesazh fantastik. E rëndësishme është që ju mbyllni situata, punë, partneritete, bashkëpunime, probleme, vështirësi,
të gjitha llojeve që mund të keni pasur. Dhe e rëndësishme është që ju filloni një cikël të ri, që është një cikël i lumtur për gjithë ju. Dhe jo më kot, po të vëmre dhe kartën e diellit që na tregon një të diel ku ju mbyllni cikle të vështira për të ndryshuar gjërat në jetën tuaj. Dhe është një diel ku ju do keni sharm, do ndjeni më të gëzuar, më të lumtur, do ta shijoni sepse ju vërtet do mbyllni një cikël të vështirë për të hyrë në një cikël tjetër të ri. Atëherë, kjo ishte për ju. Ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje, një fundjavë sa më të këndshme, sa më të qetë, thjesht menaxhoni situatat dhe dilni nga vështirësitë. Atëherë kjo ishte për ju. Dëgjojmë në videot e radhës.